Është koha për intervistën e ditës, ku do të fokusohemi kryesisht në zhvillimet ekonomike, pagat, shportën e konsumit e kështu me radhë. Në studio veç më ka mbërritur Bujamin Bela, profesor i shkencave ekonomike. Zoti Bela, mirë se erdhët në Alsat. Mirë gjatëm, faleminderit për mësi. Sindikalistët paralajmërojnë protest më 1 maj, ajo protesta që është edhe tradicionale, por kësaj radhe protesta mbahet para kuvendit e kërkesa kryesore e tyre është ndaj pushtetit dhe ndaj punëdhënësve për rritjen e urgjente të pagave. Dhe ka kapacitet ekonomia e vendit që t'i përballoj pagat më të larta, ashtu siç kërkon sindikata? Po shqyqoni në përgjithësi, domethënë problemi i pagave lind nga ballafaqimi me inflacionin të cilën e kishim jo vetëm Maqedonia e Veriut, por i gjithë Ballkani, që nga krizat energjetike, pandemia, domethënë COVID-19 që e ka ndej, ishte një lloj përballje që ka të bëjë drejt për drejti me rritjen e fuqisë blerëse përmes rritjes së pagave, që disi ta balanson dhe ta menaxhon pjesën e rritjes së çmimeve, domethënë mirëqenies së përgjithshme të njerëzve. Prandaj në parim kërkesa e sindikalistëve për rritje të pagave, domethënë është e drejtë, po çdo herë duhet kemi parasysh domethënë se zbatimi duhet jetë i kujdesshëm dhe se sa ky zbatim dhe implementim i kërkesave të tyre do të ndikon dhe do të jetë në proporcion të drejtë me qëndrueshmërinë ekonomike të vendit. Tash në qovë se më lejohet, shkurtimisht të shohim disa nga indikatorët makroekonomik të vendit, të shohim një sken nga gjithë ekonomia nacionale e Maqedonisë së Veriut, që më pastaj të shohim këtë pjesë të mundësisë të cila jepet për rritje të pagave. Në qovë se shohim GDP-n, prodhimin vendor, gjithçka që prodhon Maqedonia e Veriut brenda një viti, është diku 15 miliard euro. Në përgjithësi ka pritje për rritje ekonomike 2,5 deri 3,2%. Në aspektin e buxhetit të shtetit, domethënë 5,4 miliard janë të hyrat të cilat i merr shteti, ndërsa shpenzimet i ka dikun 6 miliard, që nuk kupton më shumë se sa të ardha, që nuk kupton ka një deficit buxhetor prej 3,2% në raport me GDP. Në përgjithësi buxheti, domethënë i Maqedonisë së Veriut, në qoftë se e shohim në aspektin strukturor se ku shpenzohet, për këto shpenzime të cilat i potencova më herët, është për paga, për pensione, për transfere sociale. Kemi qartë? Po, dhe në kushtet të tilla kërkohet pagë minimale prej 500 eurove, ndërsa shporta e konsumit, e thatë dhe ju, duke filluar nga 2020, vetëm sa rëndohet, dhe tani kërkon minimalisht 2 paga e gjysma. Mund të arrihet kjo pagë minimale, temi prej 30.000 denareve, se vërtet edhe çmimet kanë ndryshuar dhe situata nuk është më e njëjtë sikurse para pandemisë, para krizës ekonomike kështu me radhë. Ata që thash në fillim, krejt kjo rritje e cila po kërkohet, në aspektin e pagave, sepse në përgjithësi pagat kanë disa faktorë që ndikojnë. Në qoftë se ne fokusohemi vetëm në faktorët shtetëror dhe i anashkalojmë ato individual dhe organizativ, të kapacitetit financiar, të aftësive, të shkatësive, të vlerës shtesë që krijojnë ato punonjës në ato sektor, sepse e shohim, janë 3 sektorët kryesor në cilën arsimi, shëndetësia dhe administrata janë sektor të cilët në krahasueshmëri me pagat e BE-s, janë të ulta, ndërsa kemi edhe sektor si tek industria, finansat, IT-ja, ku kemi pagat të larta. Pagat të cilat mund të arrijnë atë pjesë të kërkesave. Por qëllimi kryesor çdo herë të jetë që kjo rritje të jetë përmes rritjes investimeve, të krijimit të hyrave në buxhet. Në qoftë se ne nuk arrijmë të krijojmë të hyra në buxhet, shpenzimet i kemi racionale, brenda, në projekte të cilat janë produktive, në krahasueshmëri me disa projekte të cilat shteti veçmo e dim se ka investuar dhe nuk është se ka dobi. Pastaj rritja ose investimi për krahja e eksportit e vendeve, e sektorit privat për të arritur një konkurrenshmëri më të lartë për të pasur të ardhura, për të arritur punësimin, për të rritur pagat e kështu me radhë, për të ndihmuar turizmin, për të menaxhuar me masat që parandalohen
ndalojnë rritjen e inflacionit në përgjithësi. Prandaj po them se duhet, domethënë si shtet, që pra, nëse ka masa të mira, nuk është se nuk mund të menaxhohet, por duhet dikush t'i përvesh mirë mëngët dhe të punoj si duhet. Këto masa, domethënë, nuk duhet jenë vetëm masa të cilët jenë të shënuara në letër, jenë masa, domethënë, spari mirë të analizuara, domethënë të prekin me të vërtetë, domethënë, pasi që si popullsi aktive në Maqedoninë e Veriut i kemi 950.000 punëtorë. Domethënë, gjithë kjo popullsi aktive, e cila domethënë është e aftë, ne duhet të krijojmë sepse për rritje të pagave, kryesisht ne varemi nga produktiviteti i punëve. Ne shohim në raport me BE-n jemi 1/5, që nuk kupton se ne parat i shpenzojmë realisht në ekonominë nacionale përmes pagave. Nëse duhet ta ilustrojmë me shembull konkret, ne paguajmë, domethënë, për një punëtor, nëse është 400 euro, domethënë paga minimale, ne na duhet për të njëjtën punë, e cila kryhet në Bashkimin Evropian, ne na duhen 5 punëtor, që në Bashkimin Evropian në ato vende kryhet vetëm nga një punëtor. Që nuk kupton, 5 punëtor, nëse i shumëzojmë me 400 euro, është pagë 2000 euro që i shpenzojmë ne, po i shpenzojmë për 5 punëtor, nuk i shpenzojmë vetëm për një punëtor. Ndërsa puna është e njëjtë. Dhe për atë numri i punëtorëve brenda vendit po ulet, se gjithë po synojnë, po ja mësojnë punës jashtë. Dhe këto pagat ulta dhe çmimet që po rriten, rrisin largimin e trinjëve dhe fuqisë punëtorëve nga vendi. Kështu i bie, nëse ne harxojmë për 5 punëtor sa një në Bashkimin. Prandaj, domethënë, rrugdalja e vetme në këtë pjesë është, domethënë, që të fokusohemi tek ky faktori njerëzit, tek këto resurse humane që t'i aftësojmë, domethënë që të gjithë punonjësit, qofshin ato në administratë, qofshin ato, domethënë, në sektor të ndryshëm shtetëror, që të rrisin performancën e tyre, të ketë njerëz të cilët menaxhojnë këto institucione që, domethënë, e kanë si lloj perspektive që pagat të jetë e rritur, po të jetë një lidhshmëri me produktivitetin e punës, me performancën e tyre. Mos të jetë, domethënë, një lloj barazimi mes atyre të cilët punojnë dhe atyre të cilët nuk punojnë sa duhet paktën. Po kur vije pastaj të pagat janë barabarta. Të pagat janë të barabarta, kjo sjell në demotivimin e punonjësve, që nuk kupton se punëtorët e mirë pastaj janë të pakënaqur dhe tentojnë që kanë intencat për të lënë punën, për të gjetur punë tjera dhe për të ikur për të migruar, ndërsa punëtorët të cilët nuk punojnë aq sa kërkohen standardet e analizës së punës, përshkrimit të punës, përgjegjësive të cilat i ka vendi i punës, ato do të tentojnë, domethënë, që në një farë mënyrë ta ambalazhojnë vetveten, ta mbrojnë, domethënë, përmes tjerëve. Dim se është një rregull në ekonomi ku thuhet, domethënë, Pareto 20-80, që në shumicën e institucioneve, fatkeqësisht e them, tek ne është se 20% e punonjësve punojnë, ndërsa 80% të tjerëve, domethënë, marrin paga në kurriz të këtyre performancave të 20%. Ne duhet tentojmë që përmes sistemit të arsimimit, spari si një perspektivë bazike për krijimin e profileve të reja, të kenë këtë lloj perspektive se nuk duhet që të kërkojmë punë ku nuk ka punë, nuk duhet të hyjmë punë në një vend pune ku kërkojmë që mos punojmë. Domethënë, ky lloj pra sa për të shkuar dhe për ta marrë rrogën. Sa për të marrë rrogën, rroga duhet të jetë, domethënë, një lloj rezultati, një procesi të mundjet, të përpjekjeve, të performancës, të aftësive, të cilat zhvillohet çdo ditë dhe aftësitë e reja, të cilat i marrin, trajnimet e ndryshme të cilat mund t'i marrin. Kjo, domethënë, do të gjejnë mënyra se si të krijohen të ardhura më shumë. Kjo vlen edhe për institucionet shtetërore, por edhe për sektorin privat, sepse e shohim, domethënë, në shumë industri të sektorit privat ku margjina e fitimit është e ulët dhe ato nuk kanë një lloj kapaciteti financiar për të financuar rritjen e pagave, se kjo drejt për drejt ndikon tek ta. Nëse këtu ja shtojmë, domethënë, pjesën e stabilitetit politik, domethënë të investimeve të huaja. Stabilitetin jo se ka pasur ndonjëherë stabilitet politik. Po kjo ndikon drejt për drejt, domethënë, në atë perspektivën ekonomike të vendit, në parashikueshmërinë të investitorëve, ndikon, domethënë, në luftën ndaj korrupsionit të parave, të cilët janë, domethënë, nga ekonomia gri ose në ato para të cilët nuk janë të lajmëruara brenda sistemit, dhe kjo krejt në një farë mënyrë deri në 35% ndikon në rritjen e kapacitetit financiar të kompanive, po edhe të institucioneve shtetërore, që më pastaj të kemi, sepse paga në fund, unë çdo herë edhe para studentëve e them të njëjtën, që ne kërkojmë paga t'i kemi sikur në Zvicër, ndërsa
anën tjetër punën të cilën kërkohet dhe e realizojnë ato, ku brenda 8 orëve punë me të vërtet, përveç pauzave është puna efikase, ka eficiencë, domethënë brenda dhe japin rezultat më pastaj. Në qoftë se neve prej 8 orëve punë kryjmë vetëm 2 orë punë, kjo nuk kupton se në fund të fundit, domethënë edhe kompania, edhe institucioni dështon dhe nuk mund të presim, domethënë është e pakuptueshme, edhe zhvillim edhe rritje. Çfarë ndodh atëherë me fuqinë punëtore, sepse kemi shumë që shkojnë jashtë. Është zgjidhje marrja punëtorëve nga vende të tjera, nga vende të pazhvilluara, sepse ata të Europës edhe po t'i marrim nuk na vinë këtu, edhe pse ndoshta nga ato vende të pazhvilluara që mund t'i marrim nuk janë të kualifikuar sa duhet profesionalisht. Çfarë ndodh në këtë rast? Unë mendoj se, domethënë, çfarë do lloj strategjie për marrje të punonjësve jashtë vendit, domethënë për tek ne, posaçërisht nga vendet e pazhvilluara, mendoj se është një strategji e gabuar në afatgjat, sepse ata e shfrytëzojnë vendin tonë vetëm si një trampolin, domethënë për ta marrë lejen e punës, për të filluar, sepse edhe ata nuk është se me këto kushte, domethënë dhe me këto paga mund të arrijnë, domethënë një lloj mirëqenie dhe t'i mbajnë edhe familjet edhe të dërgojnë remitenca, ata do të kërkojnë vetëm një lloj transferi sa për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa mos harrojmë se edhe ata janë njerëz sikur ne, janë njerëz të cilët kanë dëshira, kanë një lloj karriere që dëshirojnë një jetë më të mirë, e kjo mund të ndikojë pastaj edhe me divergjenca kulturore, mund të ndikojë pastaj edhe në stilin e jetesës, domethënë brenda, prandaj, domethënë, si alternativë, ndoshta për disa sektor në afat të shkurtër mund edhe disa kompani domethënë të përdoret, por një strategji shtetërore çdo herë duhet që ta mbrojnë kapitalin njerëzor duke investuar në të, qoftë ajo përmes mënyrës direkte ose indirekte për ta zhvilluar dhe kështu duke ofruar një lloj outsourcing, domethënë shërbime, se tash jemi në shekullin e shërbimeve, ku mund edhe të qëndrojmë në Maqedoni dhe të marrim paga sikur të jemi i punësuar jashtë, që nuk kupton domethënë një IT inxhinieri nuk i nevojitet të shkon në Gjermani sepse prej këtu nga 3.000-3.500 euro domethënë pagë mujore mund. Por çfarë bëjnë me ata që marrin paga nga këtu? Kjo është ideja. Ata janë me të ardhura më të ulëta. Ndërkohë, sepse jemi në minutat e fundit, kemi në një situatë kohëve të fundit, viteve të fundit, sidomos periudhën e fundit ku çmimet vazhdimisht rriten, kemi masa ndryshme, jo kufizim marzhës, jo ngrirje kështu me radhë. Masën e fundit e kishim atë vendimin e qeverisë e cila i obligon marketet e mëdha tregtarët që të publikojnë çmimet e tyre në faqet e internetit. Cili është efekti i pritur? Çfarë efekti mund të ketë kjo? Sepse sa qytetarët mund të shkojnë nga një faqe interneti në tjetrën, të shohin çfarë ka dhe pastaj të mbledhin nga një market në tjetrën për të blerë. Sa është efikase? Po shiqoni, në shiqim të parë, realisht kjo nuk është punë edhe qytetarit të bëndë, domethënë këtë lloj krahasueshmëri dhe në aspekt. Realisht, domethënë, këtu do të jenë mekanizma shtetëror për t'i kontrolluar sa respektohen spaku, domethënë këto ligje, rregulla, si doni quheni, të cilat janë të vendosura nga ana e shtetit, por gjithsesi domethënë duhet ata të respektohen sepse në një farë mënyrë drejt për drejtë domethënë ndikojnë në mirëqenien sociale të njerëzve. Ne kemi parasysh se jemi shtet në zhvillim sipër, domethënë ku domethënë mbi 2/3 e popullatës i kemi me pagë domethënë mesatare. Kemi domethënë 100.000 punësuar të cilët janë domethënë me pagë minimale, të cilët kërkojnë domethënë deri në 25.000 denar, që nuk kupton se janë të varur çdo lloj elasticiteti, ndryshimi të çmimit sado i vogël që është, ajo mund të ndikon drejt për drejti në preferencat dhe në pjesën e harxhimeve, sepse domethënë mbi 70% të buxhetit familjar shkon vetëm për pije, ushqim, domethënë dhe ku mbetet pjesa e kulturës, ku mbetet pjesa e rekreacionit, ku mbetet pjesa e zhvillimit, sepse dimë ku vjen pjesa domethënë pjesës shëndetësore të shërbimeve kualitative e kështu me radhë. Prandaj domethënë shteti duhet në këtë mënyrë që të bën masat mos të jenë vetëm në periudha të caktuara kohore, sepse dimë se është krijuar një lloj kulture, ti themi, nga zinxhiri furnizues, nga zinxhiri supermarketeve, të cilët në mënyra të ndryshme,
ndonjëherë edhe banale për të krijuar, domethënë, një lloj konfuzioni te konsumatori se kur është me të vërtetë lirimi, edhe a është i vërtetë ai lirim, sepse mbrojnë domethënë në për depot e tyre, domethënë kur është çmimi shumë i ulët që presin që të mbaron domethënë masa, të mbaron muaji, që më pastaj domethënë të ngrit. Sepse kemi edhe paradoksin çmimet disa produkteve të ne janë shumë më të larta se sa në shumë vende të Europës, me pagat ku janë shumë më të mëdha mesatarët se posaçërisht atyre elementare. Po, sidomos atyre elementare. Elementare të cilët janë në përdorim të përditshëm, domethënë në sasi çdo herë qarkullon më shumë në këtë pjesë këtu më së shumti huajnë në sektori publik, sepse ndryshimet në pagat ne edhe pse shohim domethënë rritjet janë domethënë simbolike, i themi 10-15%, dhe kjo drejt për së drejti në këto rritje nuk mund se të ndikon në këtë pjesën proporcionale që rritet çmimi në treg në përgjithësi. Zoti Bela, faleminderit shumë që ishit në lajmet e televizionit Alsat. Faleminderit juve.